Network event. Shkoj në shumë network event, dua të takoj njerëz të rinj, dua të takoj njerëz të fuqishëm, prestigjioz, po nuk po kam ato rezultate që dua. A është kjo që të ka ndodhur ty? A është kjo që ke shkuar në një trajnim biznesi apo në një udhtim edhe për të njohur njerëz, për të zgjeruar atë rrethin tënd shoqëror, edhe pse jo, për të parë një mundësi për biznes? Ka ndodhur? Po, shumë shpesh. Network event është një nga këto opsionet shumë të mira për të njohur njerëz të rinj, për të socializuar, si jo, edhe për të parë një mundësi për biznes. Është okay, por nëse kjo është një opsioni i vetëm për biznes, për të gjetur klientë të rinj, unë do të sugjeroja që mos të lidhesh shumë me të. Network event janë shumë të mira, janë të jashtëzakonshme. Këshilla ime është që gjej nga këto të shtrenjtat. Kur janë network event të shtrenjtë, do të thotë që janë quality people edhe ke mundësi probabilitet më të madh për të bërë biznes me njerëz të mëdhenj. Nëse janë low ticket, do të thotë që ke shumë aty edhe nuk e di. Por nuk është e vetmja mënyrë sepse të vësh biznesin tënd vetëm në një drejtim, në një kanal komunikimi se si të gjenerosh klient apo të gjenerosh lica, prospektet me njerëz të interesuar për biznesin tënd, është e kushtueshme dhe jo shumë efektive. Pse e them jo efektive? Sepse ka mënyra më të mira efektive për të përdorur buxhetin tënd të marketingut, atë pjesën e të gjesh trekun tënd të duhur, pa që në nevojshme që të harxhosh shumë shtrenjtë, kohë, lek, para për të shkuar në këto network evente. Shiko, ka të bëjë me pjesën e asaj që quhet koha e klientit. Nëse ti në një network event le të themi që shkon në janar, prit. Network eventi nuk është në janar, network eventi është në mars, në prill, të gjithmonë shiten 2-3 muaj përpara bileta. Atëherë ti në janar fillon blen biletën, do presesh 2-3 muaj, mbas 3 muaj është në mars, në prill është ai network eventi. Nga do njohësh një 5 veta, 10 veta, 100 veta, maksimumi do shohësh 2, 3, 5 veta, do marrësh me sa numër kontakte, nuk e di se si sa javë do jesh që ta shprehësh veten tënde, edhe ta tregosh se çfarë bën ti, neve e quajmë atë elevator pitch, që ti ta prezantosh vetëm 30 sekonda. Dhe sa javë ti për të kuriozuar njerëz, tipi jot, sa i hedhur je, sa ekstrovert je, që ti të bësh të mahnisesh të tjerët, edhe pastaj mbas mars prillit sa do zgjasim më tej, pastaj koha për takuar për biznes, ti parasysh që gjithmonë nuk ndodhin këto kontratat e mëdha, nuk ndodhin kështu. E njofte sot bam, e njofte sot, e takove, i bëre prezantimin me myllshitja. No, do kohë gjatë. Dhe po ta llogarisësh në timeline nga janari deri në prill shkurt, mars, do të thënë janar shkurt, prill, mars, prill. Shkon shumë gjatë, shkon shumë gjatë. Do të thënë 3 muaj të vijë eventi, edhe 3 muaj mas eventi, 6 muaj, 7 muaj, 8 muaj. Në ato 8 muaj është shumë e rrezikshme që ti ta lësh biznesin tënd vetëm në network event. Është shumë e rrezikshme, përkundër është jashtëzakonisht e rrezikshme, mos e bëj këtë gjë. Unë i rekomandoj network eventet si një gjë plotësuese, është okay, por ka mënyra më të mira për të fituar klient apo në të gjuhën teknike që ne themi lead generation, se si ti të krijosh lica, se si të krijosh më shumë kërkesa që të vinë tek biznesi. Shoh shumë pronar bizneses në cilën ankohen, dhe thonë s'kam klient, nuk kam klient shumë cilësor, klientët e mi ankohen për çmimin, ankohen për pjesën e kushteve të punës etj. Sugjerimi im është që kërko metoda, disa mund të t'jap edhe unë. Mund të shkruash më poshtë edhe mund të t'jap një orientim specifik për biznesin tënd, i personalizuar për biznesin tënd. Por këshilla ime është që mos u mat vetëm në një mënyrë, pra vetëm në network event, por gjej disa mënyra të tjera. Ka shumë biznese që thonë unë matem shumë nga referimet. Mua më referojnë shumë klientët edhe jam në rregull. No. Kjo quhet shpresë. Inshallah po më referon klienti. Dhe kjo timeline është shumë i gjatë.
Ka metoda më të shpejta, ka metoda më efektive, më pak të kushtueshme, se si ti të përdorësh më mirë financat e tua, por të krijosh më shumë leadsa. Është lead generation që është një skill shumë i mirë që shumë e rëndësishme ta mësosh. Dhe në këtë lloj forme, kushdo që mund ta bëj këtë gjë te kompania jote, mund ta bësh vetë, mund të marrësh një ekip nga jashtë etj, whatever, por sugjerimi im është mos u fikso, mos i atash, mos u lidh ngushtë vetëm me një mënyrë se si unë gjej klientat. Me referime apo me network e vet. No. Gjej mënyra të tjera se ka pafund, kryesisht moderne, të cilat të ndihmojnë ty të krijosh më shumë kërkesë për produktin tënd. Okej? Klikon në linkun në poshtë edhe mund të kemi një takim bashkë edhe mund të shohim një mundësi, bëjmë një ekspertizë, bëjmë një kështu auditim ose një këshillim të përgjithshëm të biznesit tënd, edhe të shohim se çfarë biznesi yt ka nevojë për të bërë në lidhje me gjetjen e klientëve. Pra si të gjesh klient, edhe si të bësh të kesh ta klient cilësor, edhe të jenë në përputhje me atë që biznesi yt bën. Okej? Klikon në linkun më poshtë edhe të pres të shkëmbejmë bashkë eksperiencë.